Rikthehemi në bisedë me Altin Jokën, do të flasim për hudhrën, fillimisht në një recetë donim Altin për përdorimin e hudhrës. Në recetë, po. Atëre, në fillim fare duhet kuptojmë, në radhë parë më e mira e hudhrës është për çdo lloj recete natyrale është të shtypet, të lihet 7-8-10 minuta. E di pse? Sepse hudhra ka alin. Në momentin e parë ka alin, kur ne shtypim, duke aktivizuar nëpërmjet atmosferës së ajrit që ne merr, pra nivelit të oksigjenit, ajo kthehet në alicin. Dhe alicina është elementi kryesor. Ata persona që kalojnë hudhrën pa e përtypur, pothuajse kanë benefite shumë të ulta. Ose e marrin në formë kapsulash, ose nuk e grin, ose nuk e lën pak. Tani le të themi disa përzierje. Për shembull, për të rritur nivelin e sistemit imunitar. Do marrim një lugë vaj ulliri, do marrim 1 ose 2 thelpinj hudhër, do t'i presim, do marrim një gjysmë kokër limoni të freskët, do ta shtrydhim, dhe do marrim edhe një maj lugë mjalt. Duhet konsumuar me stomak bosh. Kjo është për rritjen e nivelit antiviral, sepse ka dhe nivelin e vitaminës C, ka dhe ullini që ne dimë që është antioksidant i fuqishëm. Kemi një recetë hudhër me limon dhe me mjalt, për një imunitet edhe për problemet e arterieve dhe pastrimin. Në një kavanoz, në një enë, qelqi është e mira, do marrim një kokë të tërë hudhre. Do ta shtypim dhe ta grim, dhe do ta fusim 2-3 limon, të gjithë të gri limonin, edhe lëkurën, edhe ujë, edhe lëngun, të gjithë limonin, do ta grim, ta hedhim brenda, do të hedhim diku 400, 500, 600 ml ujë të vakët dhe 2 lugë gjelle mjalt të mirë. Do ta lëm rreth 24 orë në frigorifer. Jo jashtë, në frigorifer. Dhe do konsumojmë deri në 2 lugë gjelle në mëngjes për forcimin e sistemit imunitar, pastrimin e arterieve të kolesterolit, për një tretje më të mirë dhe për detoksifikimin e mërqisë. Nga ana tjetër, kemi një recetë e cila është me ndërtim me xhinxherin, që jep një nivel të lartë të energjisë. 4-5 thelpinj hudhër ose 3 thelpinj hudhër varet nga mallësia, një xhinxher mesatar përsëri i grirë, lëngu 1 limoni dhe përsëri mjalt dhe ujë përsëri vakët. Këto do të përzihen dhe do konsumohet një lugë nga kjo. Pra kjo është, mund të themi këtë. Po më e mira hudhra do ishte e pak përpunuar e prerë, ashtu siç është më e mira. Pse është e mirë hudhra? Pse është e shëndetshme? Hudhra është Hudhra është pjesë e dietës 5000 vjeçare minimalisht tek ne. Dhe jo më kot Louis Pasteur nuk ka thënë që është një mikrobiolog i njohur, raportoi që 1 mililitër lëng hudhër është e barazhshme me 60 mg të penicilinës për shtumin e baktereve. Është shumë e mirë për problemet është përdorur për gangrenën, edhe më parë. Mund të zëvendësoj pra nivelin e penicilinës. Nga ana tjetër ne mund të themi që hudhra është shumë e mirë sepse ka nivele të cisteinës, të argininës, ka të glutaminës, të metioninës, ka nivele të serinës, pra gjithë aminoacidet kryesore, të treoninës, ka të prolinës, ka nivele të quercetinës, nivele të apigeninës, të luteolinës, ka alicinën, alinën, ka sulfite të larta, ka nivele të saponiteve, të polisaharideve, ka vitaminën C, B6, B1, B2, B3, ka squfur, ka jod, mangan, selen, kalcium, kalium, fosfor, ka nivele të fibrave. Është e jashtëzakonshme rulin që luan hudhra në organizëm dhe çfarë mund të përdoret për uljen e kolesterolit, për uljen e tensionit, parandalon problemet e kancerit stomaku dhe të zorrës, sipas studimeve që unë do t'ja paraqes po deshe po të harikoa, lufton parazitët e zorrës, lehtëson rrugët e frymarrjes, lufton stafilokokun, probleme me arteriosklerozën, probleme me kancerin e pankreasit, xhirit që e ndihmon jashtëzakonisht shumë, pastron gjakun, lufton ftofjen dhe gripet, viruset. Parandalon goditjet në tru, lufton problemet e mbipeshës, rregullon dhe pastron mëlçinë, kuron problemet e azmës, lehtëson reumatizmën, kurimin dhe zmadhimin nëse kemi probleme me zmadhimin e prostatës, apo për mjekimin e plagëve, për pickimin nga bletët apo të ndonjë insekti që ne mund të na ndodhi. Prandaj, po ta shikojmë, Instituti Kombëtar i Kancerit për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa studime që ka bërë mbi popullatën, pa që rritja e konsumimit të hudhrës kishte rritje më të ulët të kancereve, duke përfshirë kancerin e stomakut, ezofagut dhe pankreasit dhe xhirit. Instituti i Kancerit ka shpjeguar nga efektet mbrojtëse që ka hudhra dhe nga elementet kryesor, madje bën dhe riparimin dhe permision riparimin e ADN-s në një studim që është bërë në Francë. Tek 340 persona, pacient më duket me kancer gjiri tek gratë, pa që konsumimi i periodik i hudhrës, i qepëve, shoqërohej statikisht me nivel më të ulët të rrezikut të kancerit gjirit. Pra, edhe në një studim në San Francisco, në zonën e San Franciscos, u pa që kanceri i pankreasit ishte 54% më i ulët që njerëzit që konsumonin hudhrën. Pra, hudhra ka treguar që ka përbërje të veçanta kimike
për të gjitha këto elemente që ne them. Pra edhe në raste, edhe në Turqi, kur janë bërë raste të tilla, është parë që trajton shumë sëmundje të ndryshme gjeli i hudhrës, edhe duke konsumuar 2 deri në 3 thelpin ditë. Për problemet e diabetit është jashtëzakonisht e mirë sepse ul nivelin e glicemisë në gjak. Prandaj po doni të tjera shumë njerëz e neglizhojnë Altin, sidomos të rinjt kanë përshtypjen për shkak të aromës që ajo lë pasi e konsumojmë. Kemi ndonjë zgjidhje për këtë pjesë? Po, kemi zgjidhje. Unë kam përditshëm, kam thënë studien tuaj, qepën, hudhrën, specin pikant, vajin e ullirit, mjaltin, jo për ditë, po këto pothuajse kam të përditshme. Tani barishtet na vinë në ndim. Konsumimi i pak mandanozit, që mund ta konsumojnë freskët, ose energjikut, i mentës, i borzilokut, gjethet e dafinës, nëse janë freskëta, mund ta konsumojnë. Pak kopër, që mund ta eliminojmë. Janë nga më të mirat. Një gargar nëpërmjet xhinxherit. Konsumimi pak sodës bukës. E përzihen ndoshta me vajin e kokosit. Po ashtu qumësh bimor, sidomos është vërë re për shembull konsumimi i një lëngu të selinos me karotë dhe me qumësh bimor, për shembull qumësh bajame ose të shëre, është nga elementet më të mirë. Nga ana tjetër uthulla e mollës, sepse përzierja e një acidi, siç është uthulla e mollës me hudhrën, bën që komponimet sulfurike të lëshojnë të heqin pak aromën në tyre, kur konsumojnë pak uthullën ose lëngun e limonit. Është mjaftueshëm një thelp në ditë? 2 deri në 3 thelpin në ditë është më e mira ndoshta. Po ka njerëz që kam parë dhe realisht jam trembur kur kanë konsumuar 2-3 kokë hudhrash, jo thelpinj. Është e dëmshme kjo për trashjen e gjakut, dëmton mëlçin? Për hollimin e gjakut patjetër, po dëmton dhe mëlçin. Çdo gjë tepër sepse ka një limit përdorimi i tyre. Nuk ka sens që ne të konsumojmë një kokë të hudhër. Përveç dëmtimit që ne krijojmë mukozës së stomakut, problemet të zorës, ndalojmë disa procese kryesore. Disa nga ato që unë thash, aminoacidet kryesore, kthehen në të kundërtën për të rritur nivelin e inflamacionit tonë. Dhe dëmtojnë po ashtu dhe mëlçin dhe rrugët biliare. Dhe nuk është gjë e mirë. Në ana tjetër, është parë që kemi edhe një destabilizim në problemin e situatës mendore dhe rrisin nivelet edhe të ankthit dhe destabilitetit të aritmisë. Pra kjo është kryesore. Dhe mos harrojmë, disa nga përthitjet disa mineraleve duke futur manganin, bakrin që janë shumë të rëndësishme për ne, madje edhe selenin po në sasi më të ulët, hudhra në sasi shumë të lartë bën që mos kemi një përthitje të madhe. Prandaj 2-3 thelpin hudhër normale e mirë, 3, ndoshta 4, por flasim mesatarja, është punë e kafes që themi 1 deri në 2 fixhan. U konsumua 3, është tjetër gjë, varet nga organizmi i personit. Po jo një kokë të tërë hudhër në konsumuar për ditë. Hudhra shqiptare shumë mirë. Kujdes të zgjidhja e hudhrës sepse hudhra më e mirë që ekziston sot është hudhra shqiptare. Me krenari e themi këtë. Si ta dallojmë hudhrën shqiptare? Më e mira sepse statistikat hudhra shqiptare është ajo hudhra e vogël që ne kemi pasur në klasin kohë, nuk e di kush ka kapur ose ndoshta ekziston akoma në treg, është ajo hudhra që është shumë e çrregut me balt, ka një thelp të hudhër, një ka më poshtë, një ka më të madhe, pra nuk është uniforme, është më e pisët, është shumë ka një aromë të shkëlqyer edhe nga jashtë, vjet një aromë. Ndërsa këto hudhrat kineze në 72% të rasteve janë gjetur me probleme të larta të pesticideve dhe të kimikateve dhe të mbajtura futur brenda në disa lëndë të cilët e mbajnë që mos dëmtohen dhe mos thinen bakteret. Se ne zgjedhim kështu nga forma është e madhe, e bukur edhe kjo na tërheq ndoshta, por që duhet të zgjedhim atë të vocklën shqiptaren. Edhe kudo në gjithë botën hudhra kineze sundon. Unë përgjithësi gjej ose hudhër spanjolle ose hudhër nga Greqia, se në këto Suedi këto kanë ardhur dhe gjej këto hudhrat e freskëta zakonisht. Unë marr hudhrat freskëta, kokën që është e freskët dhe gradualisht ajo thahet. Ato më pëlqejnë më shumë se ka kudo hudhrat freskëta. Është më e mirë, më e kontrolluar. Kur e përdorim në gatim, i humbet të gjitha vlerat apo mbetet diçka? Jo të gjitha vlerat, por pak. Mira është merr shije ushqimi, por patjetër që do ta humbi një pjesë tyre. Kryesorja është me çfarë gatuajmë. Nëse do ta gatuajmë me vajin e ullirit, shija është më e mirë dhe mbelet te pjesa e vajit. Nëse do ta gatuajmë me vajin e gjellës, pra me vaj të hidrogenizuar që ka kaluar një temperim termik, dëmtim kimik që është shtuar, që kalojnë temperatura mbi 200 gradë, ku bëhen dhe kthehen inflamatore, pra proinflamatore, këto vajra, atëherë ne dëmtojmë, ne pothuajse dëmtimi i hudhrës është shumë herë më i madh. Krahasim me vajin e ullirit, krahasim pastaj gërshetimi i gjalpit me vajin e ullirit, bën që të jetë më mirë, sepse shtohet niveli i vitaminës A nga ky gjalp i fshatit apo gjalp i mirë dhe patjetër që përthithja është më e mirë. Po kavërdisa s'duhet të jetë e madhe.
zotit e gjatë, as zjerja. Më e mira do ishte hudhra të konsumojnë e freskët. Në tarator, në ushqime, ku konsumojnë fasulën, ku konsumojnë një element tjetër, në salata apo të freskëta, apo në gatimet të ndryshme që ne konsumojmë. Është më e mira të konsumohet e freskët. Më e mira gjithave kjo është. E thermuar 7-8 minuta para, pra e prerë, po themi e qarë, që të aktivizohet ky element siç është alicina, pse nga e lind të kalon në alicin. Po, pra domethënë këta persona që duan të marrin vlera se kanë dëgjuar, po që e konsumojnë me ujë si një suplement hudhër, nuk është se i marrin të gjitha vlerat, sepse kjo prerja e bën veçantin në përfithet alicina. Humbi më shumë se gjysmat e vlerave tyre që marrin. Marrin një farë vlere, por humbi më shumë se gjysmat e tyre. Nëse nuk aktivizojnë, sepse hudhra vepron direkt që nga gryka, që nga niveli gojës, që nga ngordhja e baktereve, kalon në stomak, fillon aktivizon disa enzima, kalon në zorë, pastaj nga zora aktivizon disa elementë tjerë, bëhet disa përfitje mineralesh, aktivizon disa procese antiinflamatore, aktivizojnë qelizat e bardha gjatë. Pra, ka një proces shumë të gjatë që kuptojmë. Ushqimi fillon në gojë nga përtypja, nuk mund të fillojë thjesht ne kemi kaluar si një pilulë. Është qartë, lëvozhgat kanë ndonjë vlerë se ne i hedhim. Po, mund të bëhet çaj. Mund të bëhen çaj, lëvozhgat. Kanë ndonjë vlerë nga këto të brendshmet, pra të thelpit të hudhrës? Po pra, kanë shumë mira për problemet e uljes së kolesterolit duke përshëtuar me specifikat me gjethen e dafinës, mund të konsumohen edhe me për shembull edhe me çajin e rozmarinës ose me çajin e kamomilit. Varet për çfarë do ta përdorim. Gjethe e hudhrës unë deri tani kam afërsisht 30, 32, 34 receta vetëm për gjethen e hudhrës. Ndërsa për hudhrën mund të kem rreth 70-80 receta të përdorimit të ndryshme duke kombinuar. Edhe me bim, edhe me ushqim, edhe me element tjerë për ta përforcuar më shumë. Nga ato që unë kam parë. Lum ata që ja din vlerën hudhrës dhe bravo ata që e kanë përdorur atë dhe si një suplement. Dhe unë të përgëzoj se pash që ke përdorur dhe ke sjell diçka të re, mendoja do sillje një libër këtë sezon, po të ke sjell disa suplemente bimore, shumë të shëndetshme dhe një kombinim unikal i këtyre elementëve bimor. Dhe midis tyre është e hudhra. Kam vite që merrem me këtë, me një nga kompanitë më të mëdha të certifikuara në botë, edhe që është në Angli, që po merrem me formulat rigjeneruese. Sepse nuk kuron një element. Përgjithsisht gjitha po të shikojmë treg, ka një gjë vetëm, 2, 3. Produktet duhet të ikin 12, 14, 16 dhe të krijohet një sinergji e madhe. Dhe midis tyre është e hudhra për të bërë këto pastrime në disa elementë kryesore dhe detoksifikime dhe për të rritur në sistemin tonë imunitar. Sipas gjendjeve shëndetësore. Shumë urime, shumë suksese Altin. Faleminderit shumë për këshillat e sotme. Kënaqësi u përshëndes gjithëve dhe shpresoj që të kemi dhënë një informacion, ndoshta unë flas shpejt dhe shumë njerëz thonë sa shpejt flet, por ndoshta koha televizive është e kufizuar. Unë do të them sa më shumë informacione që njerëzit marrin sa më tepër, kam shumë për të thënë, por të paktën të them maksimumin e informacioneve që njerëzit të marrin. Përpara, falenderoj shumë. Faleminderit publikut që na ka ndjekur, do të shihemi nesër me Reze Dielli. Publiku do të lexojë dhe do të ndjek bisedën edhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli. Kalofshi bukur.